Bon dhe një subjekt tjetër politik. Qëndërimi zë të Kurti, durejet, dhe a do të votoj opozita, apo jo, zonjën Osmani, me gjas, pritet të jetë kandidate nga Lëvizja Vendosje? Të shojmë a do të jetë kandidate nga Lëvizja Vendosje, ka zëra, po përmendet që do mës tash pak kur për para përmend nga një medium tjetër se nga burimet e saj thuhet që presidentja Osmani mund të jetë përsëri e nominuar nga Lëvizja Vendosje, por kjo mbetet të shihet. Ajo çfarë kam dëgjuar nga vetë kryeministri Kurti është se pas zgjedhjeve ka thënë se do të takohet me zonjën Osmani për të pasë cilë do të jetë, ta themi, qëndrimi i saj dhe projekti i saj për mëtej. Zonja Osmani ka tashmë vetëm e ka shpallur kandidaturën për të qenë presidente. Për të siguruar një kandidat të tillë duhen minimalisht 30 vota, të cilat duhet t'i sigurojnë dikush nga partitë politike. Supozon që do t'i marrë Lëvizja Vendosje, po besoj se s'ka ku t'i marrë tjetër. Në anën tjetër, kryeministri Kurti ka përmendur po ashtu, atë që përmend Kenani me të drejtë, që do të flasë edhe me opozitën. Dhe kjo në kupton që kryeministri Kurti do të provon që të shkojë, si ta themi, i balancuar deri në kur do të bëhet seanca, sepse i takon, prandaj me të drejtë e përmenda besoj më herët se kjo votë prej 472.000-ve është një përgjegjësi shumë e madhe politike. Dhe përgjegjësia politike është që të sillesh si lider politik, por edhe si mbështetas në kuptimin e marrjes së përgjegjësisë. Se është shantazh apo kërcënim, nuk e besoj. Në demokraci zgjedhjet janë gjithmonë opsion. Natyrisht mund të mos jenë opsioni më i mirë, Kosova është lodhur nga proceset zgjedhore, por deri atëherë ne do të kemi disa, ta themi, çori të vogla të cilat do të konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë së re. Konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë, votimi i buxhetit, mundësisht me bashkëpunim me partitë opozitare dhe në shkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare ose miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos natyrisht që kërkohet votë po sa vota për presidentin, dhe pastaj të shohim se sjellje politike çfarë qëndrueshmërie do të ketë. Dhe për Kosovën janë shumë të rëndësishme këtu, sepse Kosova falimenton ndryshe. Fatmirësisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është shumë pranë certifikimit, shpalljes së rezultateve dhe besoj edhe certifikimit të tyre, edhe pse do të trajtohen me gjasë edhe disa ankesa. Pastaj ka mesi muaj do të mund të kemi rezultatet finale dhe brenda këtij muaji do të kemi institucionet e pastaj do të mund të kemi një muaj para, ta themi një 5 javë, kur brenda Kuvendit të Kosovës do të mund të diskutohet. Gjithsesi është afat shumë i shkurtër, sepse është siguresa për të shumicë parlamentare të krijuar. Deri tash nuk kam pa konkulsi të Kurtit për të vazhduar me zonjën Osmani si presidente të vendit. Çfarë kryeministri Kurti mund të sigurojë zonjën Osmani janë minimalisht, si ta themi, nominimi i saj, por në asnjë rrethon nuk mund të sigurojë asaj një votë të garantuar për të qenë kryetari i Kosovës, sepse dihet fare mirë që Lëvizja Vendosje së bashku me partnerët minoritarë që do të jenë pjesë e qeverisë së Kosovës, në rastin më të mirë mund të jenë 67 deputet, në rastin më të mirë. Dhe duhet domosdoshmërisht edhe Lidhja Demokratike e Kosovës si kompaktësi për të qëndruar në sallë për të vijuar seancën. Dhe duke njohur LDK-n, më vështirë që mund të kemi, si ta themi, një kompaktësi totale të tyre për të siguruar votat e mjaftueshme. Pastaj partitë politike hyrën një llogaritje cost-benefit. Çka fitojnë dhe çka humbin nga qëndrimi në kuvend. Por duke parë të rezultatet zgjedhor, kjo nuk benefeta, rezultatin zgjedhor duhet ta shohim si mundësi, jo si kërcënim. Lëvizja Vendosje duhet ta shohë si mundësi këtë që është dhënë, sepse me këtë rezultat zgjedhor ai qeverisë me stabilitet të plotë për 4 vite të ardhshme. Askush nuk i garanton asnjë subjekti politik që ky rezultat do të përsëritet nëse bëhen zgjedhjet në një periudhë të caktuar. Unë besoj që Lëvizja Vendosje nuk duhet ta çajë dëm këtë mandat të fituar. Më shumë se kaq nuk i duhet. Ç'a mund të fitojë më shumë se kaq? Të fitojë 80 deputet me minoritarët, kjo është mos të themi pamundër sepse pastaj po fitojnë zgjedhjet, por vërtet është e panevojshme që të shkohet më tutje me një proces të tillë. Do të thoshë presidenti që ta materializoj këtë rezultat zgjedhor vetë Vendosje dhe